Unë kërkoj shumë më tepër nga Gjensila sidomos, sepse Gjensila e kam thënë dhe që është një balltare shumë e mirë. Elgjit sot ishe shumë aktiv, në fakt, por jam dakord me Bertin sepse Gjensila nuk e di, por nuk e pash aq aktiv sa ty. Run away baby. So, në momentin në asaj gjës kryesore, atë lidhjen po mundohem ta shoh, nuk e shoh dot, s'po e gjej, ku e keni? Gjensila, e di që në kësaj jave kemi pasur doble. Është një kërcim shumë i vështirë. Neve gjithmonë me ndësuar koreografitë vështira, edhe gjithmonë ja kemi dalë me sukses. Uroj që edhe këtë natë të prezantohemi po aq denjësisht. Somebody else, I don't wanna be everybody. Irsi dhe Klevi. Bravo. Gjensila dhe Elgiti. Elegant. Robert? Elgjiti si gjino i rritur me hormone. Elgjit. Edhe Gjensila si Marigoja e bukur, që më tepër prekupohet që t'jetë e bukur se të kërcej. Në fakt, bëra shaka, duhet t'i ngacmoj, i kam shumë gjanë, është edhe një tjetër qift që bën shumë përpjekje edhe nuk kanë pasur edhe këta, kanë kërcuar shumë mirë në fakt, po pikët vinë në mënyrë të tillë që edhe nuk kanë vlerësuar aq sa që duhesh të vlerësohesh. Kështu që unë jam shumë i kënaqur që i shoh në një formë pak më të mirë, nuk është gjithmonë ajo kimia që kërkoj, nuk është. Është më mirë, po kanë mundësia, janë njerëz talentuar që kanë mundësi të japin atë që duam në fakt. Është mundësia dhe kjo është gjë e madhe, do kemi akoma edhe 8 javë, kështu që as nuk më shqetëson fare. Faleminderit shumë Berti. Dhe unë kam menduar të bëj një dhuratë sot. Dhe do të vija ty të ta jap. Prit, na e tregon një çfarë është? Do t'ja them Berti. Është në fakt është një buskuq, por jo i kuq. Është i zi dhe ta kam bërë dhuratë se të shkon shumë. Me fjalët që thu, ta ka fut Gjensila, ta ka vënë Gjensila. Bravo Gjensila. Edhe mbi të gjitha me thonjt. Ue sa. Berti, provoj një herë ta shikojmë si duket. Shiko, këtë e ka bërë Gjensila. Mode re. Gjensila është një vajzë shumë delikate, edhe që i shkon në mend për kështu lloj dhuratash. Kjo është gjë e bukur. Unë jam surprizuar, nuk e kam bërë. Lejt, Gjensila tani do më lyesh tu apo do më lyesh kur marroj kjo? Okej.
Elgit, ti mund provosh ti është make-up artist. Gjensila është e fijuar, Për një prandaj natë. më. Do të të lyjën. E bëjmë bashkë. Bashkë Mirë. ne bëjmë për të të lyjë. Okej. Suksese. Valbona, është në modë buzëkuqëzi, Valbona, si kur e përdorin? Sigurisht që është në modë, çdo gjë është në modë kur i bukur. Bravo, një bravo për ju të dy. Gjensila, sot je bërë, ti je shumë e bukur, po sot je bërë shumë edhe më e bukur. Kjo veshja të ri kaq bukur në trup. Bravo Rezarta. Gjensila, te Gabi, më fal pak, te Gabi e bleve këta? Po aq vlen gjykimi jot prandaj. Po sot në fakt duhet të bërë një herë më përpara. Produkt Gabi. Elgit, jo, unë jam vërtet më pëlqen shumë dhe ke ju, më pëlqen shumë progresi që keni bërë, sidomos ke ty në veçanti. Dhe gjithmonë nuk e di pse çojnë në mend atë kërcimin e parë, të natës parë, dhe kur shoh Elgitin tani, them këto janë dy njerëz të ndryshëm. Sot ishit një bravo e fortë, shumë bukur. Ilir? Po flasim për paso doble. Në fakt është një nga kërcimet që unë e bëj në spektaklin tim në Las Vegas. Edhe të them të drejtën, kjo gjë po kërkoja edhe nga ju. Edhe ky numër në fakt ju erdhi më shumë pranë jush se ju shkuat tek ai. Dhe për këtë arsye bët bingon, si i thonë. Faleminderit. Dhe por në të njëjtën kohë më pëlqen vendosmëria juaj. Vazhdoni në këtë drejtim se vërtet po krijoni atë kuptimin tuaj. Dhe kjo gjë më pëlqen. Është e vërtet se cili nga çiftet e ka krijuar tashmë identitetin e tij, të shohim sa pikë shkojnë për Gjensilën dhe Elgitin sonte. Berti i pari që voton. 5. Valbona? 8. Mirë. Ilir? 7 për mua. 6.6 të parët përkohësisht, sepse kemi dhe një çift tjetër të fundit, Gjensila dhe Elgiti. Kush punon fiton, ja dolët. Ja dolët.